Mirë se erdhët në episodin e sotëm. Sot flasim për diçka shumë të rëndësishme, ligjin dhe të drejtat e fëmijëve. Çdo fëmijë ka të drejtë të jetojë i sigurt, i respektuar dhe i mbrojtur nga dhuna dhe bullizmi. Por a e dinë cilat janë këto të drejta? Dhe çfarë ndodh kur ato shkelen? Qëndroni me ne për ta zbuluar sepse njohja e të drejtave është hapi i parë për t'i mbrojtur ato. Të drejtat kryesore: e drejta për mbrojtje nga dhuna dhe bullizmi, e drejta për arsim, e drejta për të shprehur mendimin, e drejta për privatësi dhe e drejta për trajtim të barabartë. Çfarë thot ligji për bullizmin? Bullizmi është ndaluar me ligj. Shkollat kanë detyrim të parandalojnë dhe raportojnë. Publikimi i fotove ose thyerje online pa leje është shkelje e privatësisë. Në raste serioze mund të ketë pasoja ligjore. Kush i mbron fëmijët? Prindrit, mësuesit e shkolla, psikologët dhe institucionet shtetërore. Mesazh përfundimtar: çdo fëmijë ka të drejtën të jetë i sigurt. Bullizmi nuk është lojë, është shkelje e së drejtës. Mirupafshim, shihemi në takime të tjera.